Megjithatë, deputetët i gëzojnë benefitet dhe i marrin ato sa herë që ka ftesë dhe caktohet dhe mbas seancë pas rregullores punës Kuvendit të Kosovës, por edhe legjislacionin fuqinë në Kosovë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga momenti i betimit i gëzojnë të gjitha benefitet, pra që i përcakton ligji të themi ashtu në fuqinë në Kosovë mbi shpërblimin ose edhe kompenzimin që ata i marrin sa i përket udhëtimeve ose edhe meditjeve për një seancë gjyqësore që ju takon sipas rregullativave të përkatëse, dhe rrjedhimisht sa herë që caktohet apo vazhdohet seanca, edhe pse ndërprehet, të themi ashtu kushtimisht, dhe duhet para dhe faktin që përkundër nuk është konstituu ende Kuvendi, nuk është zgjedhur kryetari dhe nënkryetarët, megjithatë deputetët i gëzojnë benefitet dhe i marrin ato sa herë që ka ftesë dhe caktohet dhe mbas seancë e Kuvendit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Përfshin edhe deputetët e zgjedhur, të cilët janë edhe në kabinetin qeveritar, por që duhet theksuar faktin që të njëjtit tashmë me momentin që zgjedhen deputet ipso iure, unë besoj që nuk duhet ta ushtrojnë më funksionin e antarit të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe nuk duhet madje as të marrin pagë, sepse ligji në Kosovë nuk e lejon që në sektorin publik një person të marrë 2 paga në kuptimin e pagës primare.